Aisha radhiyallahu anha e ka vetë Muhammedin alayhi salam ka thonë, nëse e di që është nata e Kadrit, nëse ma mërmenja që është nata e Kadrit, çka më lut në ta? E ka mësu Muhammedi alayhi salam një dua të çuditshme. I ka thonë, thuj, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ose thu fa'fu anna, Allahumma ti e falës, e don faljen, falë mua ose falna neve, çish do shtoj. Para çka po du me thonë rreth kësajna, është që njerëzit e përkthejnë Allahumma ti e falës, e don faljen, falë mua, çish e përkthejva one. Interesant është që në arabisht ka ghufilli, falë mua, edhe afu anni, falë mua. Ku është dallimi? Dallimi është musliman ghufilli është kur thu falë mua. Kur thash afu anni, është sikur kur thu falë mua, edhe plotso mua aty ku unë kum gabu. Ktheja hakin atina ku unë ku marr hakin. Për shembull, unë të majt hutbën e xhumas, gaboj. Ka mundësi me gabu? Ka mundësi me gabu, çysha. Edhe kur kum gabu unë, ajo shkuma ato se shama. Kur tham Allahumma ighfirli, tham Allah falu mua se nuk kum gabu. Kur tham Allahumma afu anni, i bën sikur kur thu falu mua, edhe mësoj atina hakin që unë ja kum mësu keq. Ktheja atina hakin që unë ja kum marr. Plotsom aty ku unë kum gabu. Kjo është në kuptim afu anni. Besoj që këta kuptove. Tash po du me thonë edhe diçka. E çuditshme o musliman, është një dua për shembull ka thonë Muhamedi alayhis salam, duaja më e shpeshtë e Muhamedit alayhis salam u kanë Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana ana neven dunya të mira, edhe në ahiret ana të mira, edhe runa pe zjarmi xhehenam. A pse çfarë duaje që përfshin mirat e dunjas dhe të ahiretit. Edhe lut Allahun me të ruajt pe zjarmi xhehenam. Domethënë dua të mira të dunjas dhe të ahiretit. Me logjika tona, që shkon doaja me aposhtashme, është me thonë natën e Kadrit. Ama pse na ka mësu Muhamedi alayhis salam me lut me na fal neve. A dini pse o musliman? Ma e ban këto mirë. Se në mesteje edhe hajrit, krejt hajrit, mesteje edhe hajrit nuk ka kur gja përveç se gjinahet e tua. Do me thonë, në qofë se Allahu t'i fal gjinahet e tua, ka me të përfshi hajri krejt. Por që ta, natën e Kadrit e lutë Allahun azza wa jall me t'i fal gjinahet e tua, edhe me të plotësua aty ku ti ke gabu të njerëzit, e në qofë se këta e mrin, atër e ke mri krejt hajrin. Besoj që ke qartë me lejen e Allahut azza wa jall.